Përshëndetje, unë jam Zhbollunga. Zhbollunga edhe jetoj në planetin Sazan Katras. Më tha që duhet të monologoj për të dhënë dhe unë mesazhet e mia nga kujtimet e vjetra. Duke qenë se unë kam gjithë jetën në shkollë dhe nuk e kam lënë asnjëherë, atëherë po ju tregoj ca kujtime nga shkolla. Më kujtohen fjalët e babait tim kur isha në gjimnaz. Mëso, më thoshte, mëso se do gjesh belan. Mëso që të bëhesh dikush në jetë. Merr çik shembull nga çuni Bimit, Bimi Lombos. Ka lezet. Mbaroi juridikun dhe tani nuk i del koha ta haj buk. Haj shumë punë ka duke shpërndar pica. Dhe me që më kërkoni që t'ju them gjëra nga shkolla, kush i mban mend vitet e shkollës edhe shoqërinë? Parimet e shoqërisë të tipit shoku i mirë të ngrej gjithmonë kur rrëzohesh, po mbasi ka qeshur gjysmë ore me ty. Më kujtohet një herë ditëlindja një shoku tim tjetër, autobusit. I them, u bëfsh 100 vjeç, shëndet, suksese. Është dita jote sot, vllai, thash. Ta djegësh fare, ta djegësh. Ky budallaj shkoi vuri flakën klasës. Pastaj një herë tjetër më kujtohet, ishte një ashtik i pingji, edhe ja lëshova njerë me stirolaps. Ja lëshova, do t'i qaj u shmanga i dhe hëngri zysha. O, sa kam qeshur atere. Kam qeshur shumë. Pastaj përfundova në vjeshtet aty qeshte zysha. Po këta shokët i mbani mend ta, se mua më vjen në mendje edhe shundushi, edhe ashtik i pingji. Edhe i kanë qenë këta që kanë qenë si më të kulturuar. Edhe po prisja njerën të shokun të shtëpia e vet, kur ja lëshon ai të jëmës i thot, o mami, do i thuash motrës se nuk më lë të vishem të dalë me shokët. Edhe ja lëshon ajo, Ashtramindra, lëshoje djalin, lërë djalin të vishet të dhoma vetë. Ndërkohë Ashtramindra i bërtiste, jo mami, jo, moj gjenë Terezit, i tha, lëshoje moj se ta lëshova me pec, lërë moj qunin të thash se e presin shokët. Kur ja lëshon kjo, mami, jo mami, sa i do të veshi rrobat e mia. Edhe do t'i që ky që ishte si më me kulturë nga ne, sot nuk është më ai, është ajo. Pastaj më kujtohet në shkollë për shembull dashuritë e para. Dashuritë e para ishin dashuriçkat e para ato, të para fare ishin si dashuriçkat. I dhashur një herë libri njerëz në shkollë, dhe masolli kjo pas disa ditësh, po do t'i që ma kishte mbushur me dedikime, me zemra, me kështu lov, me gjëra, plot me gjëra ma kishte mbushur. Edhe do thoni ju qa i thashe, mora unë këtë tash edhe e mora të cepi shkollës, ju afrova në gjitur edhe i thash, kujti shgëravit libri ti moj shushk. Nuk kam pasur në njërë edhe shumë taktun me femrat në përgjithësi, se gjithmonë do këpusja në një budallik të zgjuar. Mbaj mend për shembull një herë ndalimin e parë, po jo ndalimin e parë nga policia, ndalimin e parë mo që ndalon një gocë në rrugë, edhe i them,
Se i them moj ti sa bukur që je, që nge shumë e bukur. Thot, e kam trashëgim nga mamaja, thot kjo. Bravo mami, bravo, i thash, po mustaqet nga baba i ke trashëgim. Pastaj të ndalimi dytë më shkoj më mirë. Të ndalimi dytë i them të dua unë ty, i them se ti e gocë me shumë bagazh, po me shumë bagazh edhe tamam me shumë bagazh ishte ajo, aq me bagazh ishte sa që këtu në Sazan Katraz filloi punë hamalle në port. E vet një herë ka qenë një në vit të tretë gjimnaz aty, po aty jam djerë i privilegjuar shumë, madje i privilegjuar jam djerë aty se po ziheshin dy femra, po ziheshin keq fare për mua. I thoshte njëra, merre mo idiote, i thoshte mos ta shikoj më me surratin e këtij, ta kanë falur. Ajo tjetra i thoshte, qa thumi debile, po me ta fal këtë ta kanë fut. Edhe fute bjerë njëra, fute bjerë tjetra, do t'i që me zi dola nga kjo fute bjeri. Kështu, kjo është një nga faqet e ditarit tim në këtu nga planeti Sazan Katrazit. Kështu. Oh.